Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mbani në gojë për 30 minuta një hudhër dhe do befasoheni me atë që ju ndodh. Hudhra ka kohë që përdoret si një ilaç natyral për të trajtuar një rang të gjerë të problemeve dhe kushteve të ndryshme në shëndet. Hudhra përdoret në zemër dhe në sistemin e gjakut. Ajo mund të stabilizojë shtypjen e gjakut, të shmangë sëmundjet e zemrës, sulmin në zemër dhe arteriosklerozën. Disa prej këtyre përfitimeve mbështeten edhe nga shkenca. Disa njerëz e përdorin atë për të parandaluar problemet e zorrës, stomakut, gjirit, prostatës dhe të mushkërive. Hudhra e prodhon një përbërës të quajtur alicin. Alicina ja jep erën e hudhrës, atë që e ka edhe më të veçantë. Por e keni dëgjuar ndonjëherë se njerëzit ta përdorin atë edhe në formën e karameles dhe kjo është e vërtetë. Kinezët e vendosin një hudhër në gojë dhe e lënë aty për 30 minuta. Kjo praktikë është një metodë e lashtë që përdoret zakonisht në mëngjes. Rezultatet janë të pabesueshme. Ushqyesit e shëndetshëm që gjenden në hudhër hyjnë në organizmin tuaj përmes përshtymes dhe i pastrojnë enët e gjakut. Pas 30 minutave ju do të nxirrni hudhrën. Lani dhëmbët dhe në qoftë se ende keni erën e keqe të hudhrës, atëherë përtypni një kokër kafeje ose majdanos. Kjo përbërje hudhre ka shumë përfitime shëndetësore për trupin tuaj, të tilla si: pastron trupin tuaj, promovon shëndetin e mirë të veshkave, pastron lëkurën, si dhe punon si shtypës imunitar, vepron kundër bronkitit, kontrollon oreksin tuaj e të tjera. Por nëse përjetoni ndonjë nga problemet e përmendura më herët, atëherë ky produkt do të ishte një zgjidhje vendimtare për ju. Allium stavium, e njohur ndryshe si hudhra, është një bimë barishtore me kërcellë të veçantë njësoj si preshi dhe gjithashtu mund të ofrojë përfitime të mira për shëndetin tuaj. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese në gatimet tuaja, por gjithashtu edhe si një ndihmë për personat që vuajnë nga hipertensioni. Hudhra është një bimë barishtore e cila mund të përdoret në shumë receta, që nga gatimet deri në përdorimin e saj në formën e aplikimeve të ndryshme kundër dhimbjeve të trupit. Hudhra mund të ndihmojë në forcimin e sistemit imunitar dhe të pastrojë gjithashtu sistemin e tretjes, duke ndikuar pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 thelpi hudhër në ditë, në mënyrë që t'i ofroni trupit të gjitha nivelet më të mira të shëndetit. Ekspertët këshillojnë gjithashtu përdorimin e hudhrës që përpara konsumit të shtypet ose edhe të coptëzohet dhe të qëndrojë ashtu për 15 minuta dhe më pas të konsumohet. Kështu në këtë mënyrë do të lëshojë edhe alicinën, përbërësi kryesor që mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë veti unike. Ekspertët shëndetësorë thonë se për shekuj hudhra është konsumuar si ilaç i shenjtë dhe besohet se mund të shëronte çdo sëmundje, që nga e ftohura deri te problemet e imunitetit. Hudhra është mjaft e dobishme për organizmin tonë. Ja cilat janë disa nga vetitë e saj shëruese. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdoret si në mjekësinë tradicionale dhe ka qenë një shpëtues i jetëve përpara se të zbuloheshin medikamentet. Hudhra po ashtu na mbron edhe nga radikalet e lira. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë hudhër kanë një prekje më pak nga këto probleme të shëndetit. Hudhra po ashtu mbron nga problemet e zemrës pasi relakson enët e gjakut duke reduktuar presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arteriet të pastrohen nga kolesteroli, si dhe bëjnë gjakun më pak të ngjitshëm dhe më pak të prirur që të krijojë mpiksje. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Gjithashtu hudhra është një produkt shumë i mirë edhe për personat që vuajnë vazhdimisht nga aknet. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm që kanë edhe një mbajtje të mirë të lëkurës së pastër. Por në fund rezultati është zgënjyes. E kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë një shëruese mjaft e mirë për lëkurën. Në thelb, hudhra mund të përmirësojë shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë ju ndihmojnë të parandaloni edhe ftohjen. Kur e përdorni në ushqim, ju duhet të prisni deri në 10 minuta pasi gatimi i tyre mund të sumbasë vlerat.
Hudhra gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga mpiksja e gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut të vullnetarëve është zvogëluar nga 1 deri në 5% pasi kanë marrë hudhër. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje të zemrës nga 20 deri në 25%. Hudhra është shumë aktive edhe mund të ofrojë vlera të mira për trupin e njeriut. Ndaj ekspertët e këshillojnë atë si një zgjidhje mjaft të mirë për shëndetin tuaj dhe gjithashtu si një alternativë mjaft të mirë në përdorimet e veçanta. Hudhra është një antibiotik natyror me fuqi që ka dhuruar vetë nëna natyrë. Përdorimet e saj janë të larmishme. Hudhra është e mirë kundër infeksioneve, por edhe në uljen e gjakut dhe kolesterolit. Sidoqoftë si në çdo rast tjetër edhe në botë, përdorimi i hudhrës kërkon maturi dhe ekuilibër. Teprimi i konsumit të hudhrës mund të shkaktojë efekte të dëmshme në organizëm, të cilat do t'i mësoni në këtë video. Por çfarë ndodh me organizmin kur hani shumë hudhër? Nëse konsumohet pa kriter, hudhra mund të shkaktojë disa efekte anësore të dëmshme. Hudhra pengon shfaqjen e trombozës dhe ky është një lajm i mirë për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Megjithatë, nëse ju merrni hudhër ndërkohë që merrni ilaçe për udhimin e gjakut, kjo mund të rrisë gjasat për gjakderdhje të forta. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se nëse doni të kryeni një ndërhyrje kirurgjikale, nuk duhet të konsumoni hudhër për të paktën një javë përpara se të shkoni edhe të kryeni edhe operacionin. Hudhra është një përbërës i zakonshëm në shumë kuzhina. Zakonisht ajo përdoret për t'i dhënë një shije të mirë ushqimeve, por gjithashtu është e lidhur me shëndetin më të mirë të zemrës. Në këtë video do të njiheni me studimet që kanë hetuar nëse hudhra mund të ndihmojë në mbajtjen e arterjeve tuaja të pastra. Njerëzit e kanë përdorur hudhrën si ilaç natyral prej mira vitesh. Ajo është e pasur me vitaminën C, vitaminën B6 dhe mangan dhe mund të hahet gjithashtu e papërpunuar, e gatuar ose në formë suplementi. Por gjithashtu, presioni i lartë i gjakut, i njohur si hipertension, është shkaku kryesor i sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Kjo është një arsye pse menaxhimi i tij luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e zemrës. Një përbërës kyç i hudhrës është alicina, e cila përmban squfur dhe jep hudhrës erën dhe ngjyrën e saj karakteristike. Disa ekspertët besojnë se alicina dhe substancat e tjera natyrore që gjendet e hudhrat kanë efekte antiinflamatore dhe ndihmojnë në uljen e nivelit të kolesterolit dhe presionit të gjakut. Një përmbledhje e 17 studimeve tregoi se hudhra mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për imunitetin tuaj dhe mund të ofrojë gjithashtu edhe veti të mira natyrale për trupin. Hudhra ka veti të mira antikoaguluese në shëndetin tuaj dhe mund të ndikojë gjithashtu pozitivisht në rritjen e vlerave të tij. Ndaj, ekspertët këshillojnë konsumin e saj vazhdimisht në përditshmërinë tuaj. Duke konsumuar 1 deri në 2 thelpi çdo ditë, ju do të merrni edhe përfitimet e saj dhe vetit antikoaguluese. Nuk duhet të kombinohet me barna antikoaguluese ilaçe që përdoren në trajtimin e problemeve të qarkullimit të gjakut, në udhimin e gjakut dhe në këtë rast edhe në parandalimin e mpiksjes. Nëse jeni duke marrë ndonjë mjekim, nuk duhet të merrni hudhra pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj. Nëse keni probleme me mëlçinë ose po merrni terapi, hudhra mund të ulë efektivitetin e tyre. Personat me stomak të ndjeshëm duhet të shmangin hudhrën sepse është e vështirë për t'u tretur. Gjatë shtatzanisë ose ushqyerjes me gjy, marrja e hudhrës si ilaç nuk rekomandohet. Nëse keni presion normal ose të ulët të gjakut, nuk duhet ta hani hudhër çdo ditë. Presioni mund të bjerë edhe më shumë dhe të shkaktojë komplikacione. Prandaj duhet të tregoheni më të kujdesshëm me shtimin e saj në dietën tuaj. Hudhra na mbron nga ulçra dhe arterioskleroza, është një ndihmë e vlefshme gjithashtu në luftën kundër akumulimit të triglicerideve dhe largon lodhjen. Hudhra është mirë të përdoret, por gjithmonë edhe në mbikëqyrjen e një eksperti. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.